ndjesi e veçantë për mu, se unë jam si fëmijë i akademisë dhe gjithmonë e kam ndruar këtë moment. Dhe me punë ja arrita edhe dolëm kampion. Fiton, duke marrë parasysh që ka qenë një sezon shumë i vështirë. Cila ishte ajo pjesa më e vështirë për ju gjatë këtij kampionati? Po pjesa më e vështirë ishte ku patëm ngërç një 2-3 loja para fundit. Po prapë ne qëndruam si ekip bashkuar dhe ja dolëm edhe në fund kampion. Edhe një pyetje të fundit që ndoshta dashamirët e Shkëndijës duan ta dinë. Do të qëndroj Fitoni në Shkëndija akoma apo ka ndonjë do të vazhdojë ndonjë ekip klub tjetër? Po se di, shpresoj cila është më e mira për mua dhe për Shkëndijën ajo të bëhet.